Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me mua, me Elin. Dhe mirë mëngjesi, se tani është mëngjes, burri na ka bëj kafe, po unë këtu nuk e ka marrë, se më duket e ka lënë në balkon. Edhe u bëra gati, sepse po shkojmë në Lixha, Lutra Pozar quhet këtu. Ne kemi qenë shumë herë atje, por sa herë që kemi qenë, unë nuk kam, nuk jam lara asnjëherë, nuk jam fut në ujë. Vetëm një herë kam fut këmbët, po tek uji i ftohtë që të priste, Edhe është, uji i ngrohtë me ujin e ftohtë ngjitur, janë afër. Kanë krijuar dhe pishina, që i krijon dhe natyra, por që i kanë mirë mbajtur këtu. Dhe ati do shkojmë, do t'jemi gjatë gjithë ditës, që tani në mëngjes, deri në mbrëmje kur të kthehemi. Më duhet që, jo kur të kthehemi, më duhet që të bëj punë shtëpie, por jo sot, se sot jo. Duke qenë që është edhe 1 maj, unë nuk urova, harrova t'i uroj urime punëtorëve festën e 1 majit. Se dhe ne për 1 maj po ikim, se sot është data 1. Nuk e di s'po gjej do dritën e duhur për të bërë video, sepse pas kam des dritën, po jam në kundra diellit, edhe dal kështu si errët. Edhe kështu kam veshur xhinse, do t'ja tregoj prit ke pasqyra. Kam veshur këtë bluzën e shkurtër, bluzën është e trikotuar, këtë të verdhën. Me mangë shkurtra që unë e kam vesh dhe tjera, e kam tregu në video, edhe këto gjinset që kanë dalë dhe në modë, këto me të grisura. I kam blerë bashkë me Argitën, jemi për të dyja, maci. Po kërkoj për Adrianën, por nëse nuk gjej, do ja pres vetë me gërshër. Edhe do ikim, do nisemi, do e kalojmë ditën andej, pa tjetër që do ham dhe drejk, si gjithmonë që ham kur dalim, nuk e di, punë shtëpie kam, për të ngrit tapetet, do t'i ajros tapetet, do t'i lej jashtë, sepse këto ditë është diell. Do pastroj çik, do laj mulesat e divaneve, ato që janë sipër, më duhet t'i laj, ato i laj shpesh, duke qenë që janë shumë mbrojtës për divanet, po nga që Adriana edhe Fatmiri hajnë shumë akullore këto ditë, edhe ma kishin bërë me ja 2 njolla me akullore me çokoladë. Shumë keq, sado që fillova me lajt, që ka jo njolla prap ka ngel pak njolla çokoladës, dhe më duhet që t'i laj, pra do bëj ndonjë punë shtëpie kështu, duhet të ndroj dhe çarçafët e krevati i gocave, do hiq ato do vetë tjera të lara, pra kam disa punë, tek shtëpia do shkoj te shtëpia këtë javë, Fatmiri është gjatë gjithë javës do punoj tek shtëpia, edhe do jem dhe atje Varavingo. Kështu që nisemi, shkojmë ati ku jemi nisur. Dhe tani sa e baruam Lixha, edhe flokët e mia hakaret, edhe do ikim në një tavernë, në restorant që të ham diçka, sepse është drek edhe vaj të bërë. Pas ka dhe kapele, Tenerife. A të gëzuar? Gëzuar. Gëzuar. Pas kam des blicin, atëherë do e heq blicin goca. Këtu do ju tregoj këtu ku do hy, po kjo është për pjesën e shtrirë, që unë kam frikë të ri këtu. Nuk e di, por ka aparatura këtu, nuk mbyllet, nuk vulloset, kështu që tani do lyt trupin me krem edhe do futem këtu. Pra kjo është seanca e tretë, jo e dytë e tretë. Kam daluar këtu te shtëpia, një rrugë kryesore,
Edhe e kam hyrë makinën pak si në trotuar, po 2 minuta dhe pas kam fik alarmin, nga duhet ta nes alarmi. Edhe këtu mbrapa, dhe të regoj që kam 10 kumla. Kam 10 kumla ja Adriana, aty të shtëpia që kam unë, të shtëpia dhe me thënë re, kanë mbjell të lagja një kumbull shumë të madhe, jo vetëm një, po këtu në përgjithësi do me thënë, po të vini në Greqi, keni fiq, ulli, kumla rrugëve, qatë doni ju keni kajsia, i mbjellin do me thënë njerëzit, për flas për pemët e frutave që rezistojnë, merë kush doj, po këto në fakt, kjo lloj kumlle nuk është bërë mirë, shumë e voskël, duhet rregoj tash, po s'po zgjatem dot, 1 minutë. Shikoni që këto, ja kumlla. Po do shkoj t'i laj se janë me nga këto të bardha, do me thonë, që ngjisin nga durët. Ja ka që vogël, më ha Adriana shumë, ne ham gjithë me krip këtë qesën e mora aty të shtëpia, se kishin porosit në gjë para ca ditësh çunat, i kishin lënë aty qesën, edhe thash marr qesën se s'kisha dhe qese. Edhe ja, kumllat, pa e mbusha tani, ka marrë dhe me degës, ajo shumë kumbull e madhe, paska miza, paska, gjithaj paska. Do e lidh qesën, mos më dalin ndonjë gjë, qesa që ka shpu, që ka bërë me brima. Po më bie vasat, më duhet, sinqerisht, më duhet të laj disa robe, po nga që në njëri laj me dorë, po tani do t'i laj me proces shkurtër, se kam dhe këtë, se kam vesh, do me thënë, e vesha pardje që isha për 1 maj, po vetëm sa e vesha atë ditë dhe unë ndrova, se në fakt sa për fotografi e kisha vesh dhe në gjithë, se kisha kanatiere poshtë, e nuk është që e mbajta, po prapë sa do, thash ta mbaj dhe sot, më pëlqen ndonjëherë t'i mbaj kështu robet. Edhe t'i laj, do t'i bëj pis, do me thënë, me djerës, që t'i vi pak era djerës t'a laj, se kështu. Asaj vjen era mirë. Jam lidhe me parfum, jo për gjë. I vjen era parfum. Ka marrë pak ngjyrë, se më duket sikur ka marrë. Shoqja ime thotë që ke marrë super. Do me thënë gjithë trupin. Ke marrë super ngjyrë. Ajo është më e bardhë se unë. Po ikim në shtëpi, do bëjmë punë të shtëpisë sot. Sot o burra, tapetet, e gjitha, Adrianën e kam në shtëpi. Për të gatuar, sot Fatmiri do haj temet këto që punon me çunat këtu te shtëpia. E unë një gjë për kalamaj do bëj. Argita sot do hajnë plazh, janë mbledh me shoqet një 5, edhe po shkojnë në plazh. Po shkojnë. Kanë shku, do me thënë, jo po shkojnë. Unë me Adriana do bëjmë punë të shtëpia edhe do hajmë do një gjë, se di do një byrek, po mendoja unë. Se mja Adriana byreqet e blera nuk i ha. Vetëm qofse i bëj unë, edhe sidomos byreqet e tiganit i pëlqen shumë, në furr nuk para ja, edhe atë po mendoja sot. Nuk e di këtë herë, nuk është se do ngarkoj ndonjë recetë ushqimi, se di që ju pëlqej, por ndonjëherë tjetër, kur të kem diçka të veçantë, ikim për në shtëpi. E kam hyrë në trotuar makinën, ka shumë lëvizje.
mbarova. Kjo ishte edhe video për ditën e sotme. Unë harrova t'ju thoj që kisha për t'rregullu dhe lulet, me që m'doli koha, e mbarova të gjitha, sepse nuk e di këtë vit pak nga pak po i mbjell ose po i ndroj. Nuk e di, kam lule që kanë rezistu, prandaj edhe i kam lënë kështu, kam dhe nga ato që nuk kanë rezistu dot, edhe duhet që t'i ndroja. Kështu që do të shihemi në video tjetër, next video. Bye bye, mirupafshim.